Shikues të dashur, mirë se vini në episodin e radhës të Shok Podcastit me Mufisin. Si çdo herë, edhe kësaj radhe e kena një mysafire speciale. Statusi i cilës është Happy. Me neve është shoqja jam, sepse s'po dia më të thon shoqe se kena shumë dallim në gjenerata, po në të konsideroj si shoqe. Po shlirë, mosh me thon shoqe, shok. Me neve është shoku jon Averdita Basharada. Ish nisi 1990, domethënë funny enough, çajo vite që unë kom lind, domethënë te kon mes. Më nësh me thonë kur ti e konën Pelena. Më nësh me thonë. Ti ende nuk e qenë këtë botë. Kur ke lind Fisi? 27 nëntor. Nëntor. Kur je bo mes? 27 nëntor, shumë mire që lova ti nuk ke qenë i lindur. Në qershor të vitit 1990. Do me thonë, unë si jam mbas 4 muje, tim ke pa mu. Para menoj, do me thonë, kur ti e kone bukur, unë e halo. S'pa ta lind. Shumë e fortë dhe jam e bukur. Nesa, Averdita përveç që është një bukurosh dhe një ishmes, është një entrepreneur. Çu e thonë entrepreneur? Sipërmarrëse. Sipërmarrëse. Ç'ke bën pak pa lidhje. E marr penal të ças poshtë. Për kthem duket kanjëherë kurse përdorim si ja kena nisa me përdor shumë fjalë anglisht, po nuk është për mu ke kuptuar që folim se edhe lexojmë, edhe rrjete sociale, edhe do fjala anglisht dinamik për kthy shqip. Kur të lexon më shumë në gjuhë tjetër, pa marr parasysh cilën gjuhë fillon edhe me mendu. Averdit kush është njëri parë që të ka thonë je shumë e bukur. Në jetë kështu. Shumë pyetje interesante, Fisias që kom mendu, po kam shtë me mendu ç'tash. Au konaj familjar, anaj. Garant familja. S'po thon familje, gjithmonë nana eme më ka thonë je më e bukur. Jo po bëj gare. Ndoshta më kujtu kështu për njerëzve që si kanë familje, kanë qenë në shkollë. Okej. Njerëzit më kujtohet kur kam shkuar në shkollë që non stop mi kanë ka faqe të më kanë thonë sa e bukur, çajo pjesë. Tash më shtinë me mendu. Edhe vendosëm u bu mes. Edhe ajo ishte jo, me tregu që shkon vendos. Ha tregona. Ka qenë jo për me vërtetu pamjen, sepse unë gjithmonë e kom pas konfidencën, ndoshta për faktin që më kanë thonë dukesh mirë njerëzit në shkollë, në rrugë, në familje, posaçërisht nana e më ka jep shumë vetbesem, po pse e kom pa që me marrjen e një titulli të tillë, mu mi realizu disa ëndra, të cilat në realitet edhe i kom mbri. Atër s'ka pas as iPhone, as do më thonë nuk. Pikrish, nuk ka pas rrjete sociale, nuk ka qenë qasja e lehtë që është tash me u ekspozu. A mendon se të kesh pas Instagram që atëri kishe pas 1 milion followers? A e kon shumë e famshme në atë kohë? Nuk e komenu këtë pikë shumë pyetje interesante, ati kom lyp pyetjet. Për që ata si kom thonë. Unë e thamë që nuk është rëndësishëm kuantiteti, është rëndësishëm kualiteti. Tash pse po të thamë, kualiteti i njerëzve që më ndjeken, jo njerëz të cilët jo tash me i mbi vlerësu, po jo njerëz që në qoftë se i përdorin me influencë? Jo njerëz, përveç asaj me influencë, jo njerëz të cilët kur e përdori unë, shembull, rrjetet sociale, për me promovu një produkt ose i komercializoj, efekti është shumë i madh për shkak se njerëz të cilët më përcjellin, më ndjekin mu, janë ata të cilët ki hajër dhe vendosin vetë çka harxojnë, çka bën follow djem të ri, për shembull. Më kishti me këshyr tash aty në analiza kush më bën follow. Atë ka shkruar ai djali i ri që i ka thonë, "O djali i mirë, unë ta kopi faqen." Jo. A nuk shkruajnë djem të ri? Shkruajnë, jo. Për një më. Po. Zakonisht më shkruajnë femrat më shumë për këshilla, për këshilla të lëkurës, për këshilla të flokëve, për udhëtime, kryesisht më shkruajnë për udhëtime. Pse e prej flokëve që kemi marrë në podcast tonë? Po, ta shef sot më duk pak më ndryshe. Kom shtirë shpenzime, vërtet, kërkoj folje. Me Sovjet e ke pas puthjen e para, e mon men. Po, e mojnë men, me 17. 17? Po. Okej, tamam. Tamam. Sa menon që kështu mosha fikse për me pas eksperjenca, mu puth, mu... Se generatat e reja më duket më herët, ju në të janë njësa vërtit?
mendoj që sidomos jashtë për shembull me 13, 14. Po nuk është që edhe në kohën tonë nuk kanë filluar më herët, po nuk mendoj që ka Ka më orat. herët ose vonë, është momenti kur e ndjen dikujt më jep një putje. Është momenti kur A e mon ki, me në personin që e ke putjen e e bon? majnë vend, s'u duhet A ekziston halo është? Ekziston. Vetëm me. Është një person shumë i rëndësishëm në jetën tam. S'u duhet përmend emra. Bani, ja bëni shout-out se mos po vëjës njeri pa hiri. Jo, unë është me ftu në emision, mandej. Mu i me ftu në më thokëri, që më thu që e Okej, ftaj. Afer dit, që po ndihesh që, do më thonë, a është zërë me majt vetën, që ashtë jena hi edhe një farë lojë, ja ka njësë edhe djemë me bo operacione plastike, besa. Qëfar menimi ki për qëto, sa është e nevojshme, do më thonë, çfarë menimi ki për operacionet plastike me një fjallë? Atë përgjishna mas parin pyetjen a është vështirë me majt vetën. Po. Se unë i bëj ka 2-3 pyetje me rëndë. I rëndë. heki gojli, Cilën të fare? cilën dush. A të bëj edhe njerë pyetjet? Hajt për fillim. Hajde. Jo, Hajgo. s'kine. Nëse do në me ditë se pashë shumë e ki me rëndësi me ditë çka menoj për operacionet plastike. Të parën, mandej të përgjishna çush është me majt vetën. Po se po është një doktor që i kishit do ftyra publike dhe ja u kish jep një farë mënyrë gjykime, kish thonë kë ka operacione, kë s'ka. Çfarë menimi ki për djemë për shembull që përbojnë boost, për ngrejnë ballin? Unë mendoj që shumë individuale edhe shumë e rëndësishme jo mu duk bukur, po mu ndi mirë. Çka do me thonë kjo mu duk bukur? Perspektiva që ti e sheh që unë duk na bukur, nuk do me thonë që mu mban mu një mirë, që unë kur e shoh veten pasqyrë duk na bukur. Okay. Është shumë relative. Përderisa nuk egzagerohet për te normave normale, unë jam pro operacioneve ose pro ndërhyrjeve estetike, përderisa po s'ka dallim gjinis, djemt kanë qef mu duk bukur, sepse edhe na femrat kemi qef me pa mashkujt bukur, sikurse ju që keni qef me pa femrat bukura. Ka femra që thonë mu nuk më pëlqejnë djemt të bukur. Ajo zgjedh një djalë që pëlqejnë ty nuk djemt të duket bukur? bukur. Po, mu pëlqejnë djemt të bukur. A kështë zgjedh Unë Leonardo kam për DiCaprio na shembull John djalin Cena, tem, për shembull. që është shumë i bukur, edhe që mendoj që djemt të cilët e mirëmbajnë veten edhe dukun bukur, janë për mi përgëzu. Sa vështirë me majt vetën a vërdit, do më thonë me qëndru halo qaja që e kun në treg, një treg jo po në publik një farë mënyrë, se je ftyrë publike, edhe sa ki të vështirë këtë pjesë e dina që je edhe non, je një grua devotshme, business woman, sa vështirë kretë që kjo? Nuk menoj që një sen i mirë është i lehtë edhe nuk është vështirë, nuk është jo e vështirë me majt një sen të mirë. Do me thonë, na e dim që t'ja nis prej seneve materiale, kur dojmë mi pas të mira, duhet mu mirë mbajt. Edhe si persona, në qo se donë me undi mirë edhe mu duk bukur, duhesh në mënyrë konsistente me u majt. Nuk është e lehtë, për shembull, unë çona herët mëngjes edhe senin e parë që e bëj, është rutina jem e vitaminave, e mirëmbajtjes ftyrës, edhe me një herë në ushtrime. Nga një herë, unë edhe bëj hajgare, ngrej vetëm për flok, për me shku në ushtrime, po kur i kryj, atëherë ndina tepër mirë. Kohëve të fundit, Një me ushtron jo kickbox, në kickbox, po që, a përshë dita qa kemi më pytë. Jo s'do është ta me të pytë, Edhe- më ndër lidhe. Ka që të ndërmend. A është kjo arsyeja pse je single po tutën ndjem se pirre? Kickboxi është një sport që Statusi shumë juaj, më vonë fal? e kam am lënë folje fond. Thash jo me lumtur që bëj kickbox, nëse Okej. do me ditë statusin. Për arsye se e heki komplet energji negative, se më ndodh tash gjatë ditës grumbulloj energji negative dhe nganjëherë nuk më i zgjedh njerëz me të cilët punoj. Edhe të nesër në mëngjes. Nuk më është me komplet, sjell njerëz dhe i po. sjell dhjesit. Ose trenerët. A vërditi edhe vegetariane, a? Jo, peskatariane. Peshkune, ha, peskatariane po. më tranën i krejt, do me thonë kësha pëtën. Po i mesh është edhe aj. Po, bravo. Që tash të regoj një
bisedë me arbën, kur më pyeti pse nuk pehan pulën edhe pse nuk pehan lopën. Hajtë të thënë. Mishin e koqet. Me arbën qikën, a? Arba Okej, shika. Përgjigjja ime kjo thash nuk po moj se më kujtohet kur e shoh mishin e pulës, më kujtohet ose ato pula që hecin edhe janë shumë të lezetshme edhe më dhimbën se kanë ndjenja. Po pa kry be, Po. që thojnë më se pula pa kry. Tash është tjetër, ajo mënyra që shecin. E peshë që në thonë s'po të dhimët, Jo, jo? pret. A vërdet? Edhe lopa e ka një fytyrë shumë edhe ajo të lezetshme, edhe më kujton atë ato çokolada që janë me lopa të ndryshme, Milka? po. Po. Edhe tha mirë, tha e peshkun veç pse s'munësh me lëmu, tha po e hana. Edhe ka qenë një periudhë ndoshta një muaj që s'kom hongër peshk, po kom nevojë me marr proteina, kështu që me që e kanë trurin më pak që mojnë men, e ma pak ndjenja. Se mojnë men që i ke hongër. A se kom ta ndonë një peshke, kom ta jep me lmu. Jo, me kokë nuk i ha, kështu edhe në restoran kur i porositi, i thëm të lut na kokën e mani ju atje. Unë era pa të hongër një peshk, shumë konë të hongër, ma pa të bu me sy. Apo, E lash atë se ani u hongër. dosh me marrë në akvarium me E a qit. fërdit nuk hanë kështë hamburger kër s'ke hongër, a. Shumë don kur. Hamburger me mishvigje. Çka është? e? Rau. Ashe. Për një me, kur misht kësh nuk hanë, a? Nuk ka. Që sa vjetë? Ma shumë se 14 vjet. Ma shumë se 14 vjetë s'ke hongër mish. Pej Edhe jom normal. Pej podcastit do në te bashk, kena me shku me Në hongër. hamburgera. Hamburgera. Te hamburger, njëri nga hamburgerat e qytetit. Jo interesant, S'po përmeni unë emra. për vete nuk isha mujt, po të përgëzaj. Po du me diskutu edhe një temë tjetër, so ke vështirë eksperjenca në Big Brother për ty, edhe hajtë kallëzhe arsyen kryesore pse e dalë. Nuk ka qenë format që mu ka përgjigj me lifestyle-in tem. A ndikojnë në opinionista organizatorët e Big Brother, çka kanë me folin të Në çdo opinionistat? në çdo projekt televiziv normal që ki edhe pak influencë dhe ndikim prej produksionit, Po. është mos e normale se je pjesë e ekipit edhe duhesh me u inkorporu në program. Mirë po, arsyeja Na më do kryesore këtë e ka kon këndër që qenë, saj, po, pak. arsyeja kryesore sepse nuk është përgjigj me lifestyle-in tem. Okej. Ka qenë presion i vazhdueshëm, nuk e kom ditë në çka po hy, edhe mendoj që kom bo një hap jashtë në momentin e duhur. Po. Ka qenë e mjaftueshme për mu me përdor si A ke pas format presion pej edhe prindve të banorëve, a prej fons, a cili kom presioni më i madh? prej njerëzve që e kanë shiku, Okej. prej njerëzve që e kanë përcjell në ndikimin e asaj që me anu ose me dhon përgjigje për ata të cilët i kanë pas favorit. A më të ja ke po sherrën Big Brother dhe të nënojna. Pikërisht, do të Qa dhe që më dollën, dy të kanë jojna. Po, Që e pa të po. lonë në gjysë. Po, e vërtet. A jo në gjetë? A halo jo? Jo në gjetë, edhe flajnë të lumtur në shtëpi. A do më thonë, a i ke Nuk, rikthy sanët? Jo, nuk janë rikthy. A të kanë vjetë Është shumë një sene? kapitull i kalumi jemi, po, më kanë bo dam të madh. Mirë po. Cilë sani është ma i diçka- vlefshëm që ta kanë marrë Ariq së sana, Nuk ka qenë vlera arit, po kanë qenë disa stoli që i kom pas dhurat prej nanës teme, dhe disa stoli që i kom pas dhurat prej fëmijëve, cilat ka njëherë edhe harroj që mi kanë marë, edhe kur jam e veshun për na event, mendoj me qitë se to e kom qel të rëndësishëm, kutinë, të i po. qel kutinë zbrast. Më ka bo shumë për shtypje, Filip Lejni, kër e hapi lokalin këtë. Po, Kom një që ka gja e ke mahnit Filip Lejni, në është e vërtet që? dush me fyta ato. A ki kontakt me Filipin e Plejnve? Jo, s'kom kontakt, po ka qenë një eksperiencë e mirë, edhe normal që në momentin e fundit distributori i A mu ke Filip fol me Lejnit ta, këtu, po? po më kaftu me vesh një prej fustanave ti, edhe normal që ka qenë i punu fustani thuse për masat mia, Po. edhe ai ka qenë i fascinuar me fustanin që është ka qenë fustani koleksionit ti të ri, edhe normal që kemi komuniku, edhe një prej fjalive që i ka thonë dhe që i kanë dëgjuar edhe disa gazetarë, ka qenë
më ke inspiru për koleksionin tim të ardhshëm. Kështu që kjo ka qenë Aja morë për shindjen halo. Me njerë e kom marrë, e që kom ble një që shpi. tetëshi harxhën. Edhe një shpi. Edhe kështu që mjafton. Ai është edhe Filip Lejnë si shqiptar me ta sill me në herë ke profesional. Jo, puna shoqe me gruan e tij. Për në me ai martu më ja. Po. Se pas na ditë. Kështu që e ka mek. Përmes gruas. Mos më na bën riposte po pështojna. Filipi Lejnë. Sa vështirë me punu kur edhe ki me rrit fëmijë. Edhe cila është një motiv që e ki që t'jap energji për me bu të dyat. Kur jam model për fëmijët e mi, atëra është motivi kryesor. Nuk është as pak e lehtë, edhe me punu, edhe mu marrë me fëmijë. Po unë mendoj që një njeri suksesshëm nëse miret 100% me karrierë, edhe len anash familjen, për mu nuk vlerësohet si suksesshëm, ose kundërta kur një nan 100% mirët vetëm me fëmijë e nuk e përmbush veten edhe me pjesën e karrierës, atëherë nuk është person i suksesshëm. Okay. Në qoftë se din me bo balansin mes të dyjave, edhe tregosh si model për fëmijët e tu, ajo është motivi kryesor edhe e vlerësoj si një person suksesshëm. Kjo ka qenë domethënë edhe një prej shtytjeve të mia në krejt projektet të jetë, ku unë kom dash me qenë model për artin edhe për ardhmen. Cila një këshill që ja kësha jep grave që janë si jo që edhe punojnë, po dhe kanë me mojtë familje. Një farë lloj mënyre single moms. Kushta që unë single moms? Statusi ishte i lumtur u habita. Nënave të lumtura vëdo. Është më rëndësi me kalu kohë kvalitative në raport me fëmijët. Jo me qenë 24/7 me ta, po kohën që e kalon me qenë kvalitative. Pjesa tjetër është me kriju sa më shumë kujtime. Kujtime që i krijan është janë udhëtimet, nuk do me thonë me kalu udhëtime shtrajta, mundun me qenë udhëtime dhe ngërmi. Po, mundun me qenë udhëtime deri në Rrugovë. Udhëtime që planifikohen pak më afatgjata edhe sot janë të mundshme me i bo me fëmijë. Nuk do me thonë me shku çdo muj, po s'paku me pas një kujtim që të mbetet edhe që kip me çka me fol. Nice. A ishe martu apet? Ti? Unë si jam martu. A ishe martu? Unë më s'po pres më martu, se i kam bo 2 vjetë. A vërdit për fund, i kena 5 menime, çdo mysafir jam marrë 5 menime për 5 tema të ndryshme. Okej. A je rahat, a jetu një mirë? Po. S'të kom gutë shumë, a? Ja. Mirë jena. Kur të kryet emisioni, presh ato. Thash që s'tom kur gjë me preje. Okej, shkojna. A menon që femnat xhelozojnë shumë në njëna tjetrën? Gjinia femnore, a kanë xhelozime zvete? Jo, nuk i kisha nda gjinin femrore ose mashkullore, po në menaj që njerëzit të cilët nuk janë të kënaqur me veten, xhelozojnë të tjerët. Okej. Jo veç femrat, se unë kom shoqe që janë femra edhe që e ndjej sa shumë gëzohen kur unë arri diçka. Për suksesin e tjetrit, që është shumë rëndësi. Edhe jam e bekume që i kom rreth vetës disa prej tyne, që ndoshta nuk i kam baza ditore me i pas afër, edhe secila jeton me kilometra larg meje, po në momentet caktume e di që kur të ndodh diçka mirë ose kur du me nda një sukses tem në punë ose çka do të për ty. I thras edhe e ndjej atë energjinë që gëzohen. A mendon që është okay me dol me çika apo djal në klub? Po, mendoj që është okay. A del, a? Ke dol në? Nuk dal, po mendoj që është okay me dal, sepse nuk shoh këtu arsye pse nuk është okay me dal. Çka bën klub shkon me pas fan, me ksy, mu knaq, nuk shkon me bu sene që janë të ndaluara. Po jo, tash mos me pas para gjykime për çka varet motivi pse shkon në klub. Po, më për lidhe ma shumë që gjeneratat e vjetra nuk e kanë bojqë, ata gjeneratat e reja. Po, kanë ndru senet. Kanë evolu senet edhe nuk do me thonë që një gjenerat cila është ma e vjetër. Me ty në diskotekë shra tonë. Nonna jam. Qile një rrugë.
Pe lidhe pak Shumë me... ide e mirë, du me shku me arbë në klab. A veshe, orb, Sa dul... artis është këto? Thuj arba... Dulni ne në klab, me non, ta nxerra. A menon që femnat e pavarura i friksojnë meshkujt? Vetëm meshkujt të cilët s'kan konfidenci friksojnë, meshkujt të cilët janë të plotësum, meshkujt të cilët din çka dojnë, kanë edhe arrin ato që dojnë, nuk friksojnë, përkundrazi, janë shumë atraktive. Varet për cilën kategori të mashkujve. Po, jo unë po ves për mashkën përgjithësi, po mirë që kategorizove. Se nashta po menoj që ka dhe meshkuj që nuk kishin pas qef me pas një gru të suksesshme. Se ishin një pak... Ata cilët s'kan konfidencë të mjaftueshme, cilët kanë një ndjenjë të inferioritetit, ndoshta edhe nuk kanë qef me pas afër vetit dikon që ja o merr shkëlqimin. Po meshkuj të cilët janë të kompletuar, ata e shohin si vlerë të shtume nëse ka një femën cila është e suksesshme. A menon që së me rëndësi pamja të partneri? Po, menoj që së shumë e rëndësishme. Është përshtypja e parë. Mu më do këtë fore pak që. Jo, nuk është, se për shembull tash po e marr me shoqëri, prap po e marr me shembull konkret. Unë kam një shoqe që kur e kam taku fillimisht para shumë viteve, nuk më ka duke bukur. Po ato personaliteti i saj. Kime shu të shpia. A menon, ta bëj pyetjen edhe një herë. Zonjusha Averdita Pasharota se si jena tu kuptuar ti. A menon që së me rëndësi pamja të partneri? Jo dhe shumë. Nuk është primare pamja. Është përshtypje e parë, po nuk është primare. Përshtypja e parë, po. Po ma nej kur t'jetë... Përgjigjen fise. Përshtypja e parë është e rëndësishme, por më tutje nëse don me hy në një relacion ma afatgjatë, edhe don me kriju lidhje, atëre pamja është dytësore. Averdita ku më harrupe me të vetë na i sen? A kështë dash na i sen me thonë që nuk të veta? Nuk ma ke bo një pyetje që ma bojnë krejt. Hajde, cila është ajo që ta bojnë krejt? Se të pëlqen nuk ti. S'po ta bëj qëto. S'po ta bëj qëto, për e nozën s'po ta bëj. Po ku mës më të pëlqy udhtime, do më thonë e ki kirrin e mirë. E mirë po. Punon po. Mes po. A ke po, do thonë po. I ki dy fëmijë të bukur, të mirë, të mbarë. Ta na të mirat. Ajo hajtë që po ta bëj një pyetje me udhtime. Cili janë një vend që kështë pas qef me shku dhe një vend që si shku kërë. Që të heqë s'ka pëlqy. Nuk ka vende që s'm kam pëlqy heqë, se në secilin vend kom pas një eksperiencë interesante. Vendi që isha shku prap është Balli, se nuk e kom eksploru mjaftueshëm. Kom qenë kur fëmijët kanë qenë shumë ma të vegjël, edhe është eksperienca tjetër kur udhëton me fëmijë të vegjël, kur udhëton vetë, edhe kur udhëton me fëmijë të rritur. Kështu që isha kthy në Balli, a në Afrikë isha kthy gjithmonë. A e ku në Afrikë? Me përsërit që kushdo që planifikon, gjithsesi duhet njëtë me provu një herë me shku në Afrikë. Avri, faleminderit shumë që erdhën në podcast, shpresoj që e knoq. S'ka përse si jam knoq. Shumë tepër. Është podcasti i parë. Se ke dashur ma bëj çit fytje. E pari kështu ever, domethënë. Ever, po. Faleminderit, domethënë që lëmë ta prishëritën e podcastit. Unë u knoqa dhe ty të uroj shumë sukses edhe shpresoj që me kalu mirë në çka do të bën. Faleminderit. Si gjithashtu edhe ty, vazhdo me qenë kështu i mirë, edhe shembull për djemtë e Prishtinës. Faleminderit shumë. Pas këtyre fjalëve mira di nga shoqja ime Afri, unë u skuqa pak, po sidoqoftë do të më përmbyll podcastin e sotëm. Na u kënaqëm, shpresoj që jeni kënaqur edhe ju, kur çdo tjetër të shihemi javën tjetër.